Ndoshta kryeministri Kurti do ta aprovojë këtë në fund. Mirë po do të bindeni edhe vetë që këta nuk votojnë, nuk marrin pjesë. Ata duan që presidentin ta përcaktojnë vetë. Po edhe kur i thua mirë, ma thuaj emrin e presidentit që ti do ta zgjedhësh, ata nuk e thon fare. Se nga jo çfarë shoh nga subjektet të cilat tash janë më opozitore në kuvend, ka nivel të lartë të blokadës, sidomos nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila edhe me vendim të Këshillit të Përgjithshëm të saj, pra u rreshtua drejt të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ndërsa në anën tjetër Lidha Demokratike pra synon që të barikadohet në aspektin e vet, duke mos dhënë asnjë zgjidhje konkrete, duke u thirrë në çfarë konceptet e parimeve, në fakt duke folur shumë e duke mos thënë fare asgjë. Prandaj unë shpresoj që në këto ditë të mbetura, në këto orë të mbetura, të ketë reflektim, të ketë propozime konkrete, edhe pse po ka, ta themi, një lloj hamendësie rreth propozimit të emrave, por nëse nuk kalojmë në emra konkret, nëse nuk kalojmë në propozime konkrete, mendoj që situata do të jetë kështu siç është. Po, dhe Arbër, kush duhet ta nisë këtë idenë e propozimeve konkrete dhe të flisni të paktën në ditët e fundit për emra konkrete? Do duhet ndoshta edhe vetëvendosje si partia më e madhe cila ndoshta mund të ofrojë zgjidhje të nisë me emra konkrete dhe ndoshta të tërhiqeni nga propozimi juaj apo se? Ju e keni parë gatishmërinë e ministrit të jashtëm, vëllezërit kryeministrit Konjuca, i cili ka thonë jam në gjendje të tërhiqem. Po ashtu edhe kryetarin e kuvendit zotërin Edhoni Haxhiu. Por në anën tjetër ke ta themi një përgjigje blanko të Lidhës Demokratike të Kosovës, e cila pra nuk afrohet rreth emrit konsensual. S'po flas për Partinë Demokratike sepse ajo tashmë e ka vendosur qëndrimin e saj përmes deputetëve, përmes një mbledhje e cila është e Këshillit të Përgjithshëm, që është organi më i lartë, e cila tashmë është rreshtu krah të zgjedhjeve. Dhe në anën tjetër të Lidha Demokratike e Kosovës pothuajse ka mbyllur rrugën rreth një emri konsensual, duke u thirrë në parime. Oferta e kryeministrit Kurti ishte rrugë pra fillesë për të vazhduar me emra konkret, dhe unë deri më sot pra përveç ankesave të subjekteve opozitare për blokadë cilën ata thonë nga lëvizja vendosje, konkretisht kryeministri ose kryetari i lëvizjes vendosje Albin Kurti, unë nuk kam pa. Ka pas takime, mirë po të gjitha këto takime ta themi janë përmbyllur në formën e një bllokimi. Mos harrojmë një gjë. Përgjegjësia për presidentin i takon gjitha subjekteve politike, sepse presidenti i Republikës zgjedhet me 80 vota, lëvizja vendosje nuk i ka të tilla. Prandaj roli është vendimtar i subjekteve të tjera, dhe se nëse ne tashmë kemi zgjedhje, hymë në atë ciklin ashtu të quajtur bullgar, ku mund të kemi edhe zgjedhje të tjera parlamentare. Prandaj për ta evituar këtë, mendoj që duhet të sillemi konform kërkesës të qytetarëve, sepse unë këta me emrin e presidentit i cili konsensual e i cili i bën unik. A të kuptoni? Nuk ka shans. Ndoshta kryeministri Kurti do ta aprovojë këtë në fund. Mirë po do të bindeni edhe vetë që këta nuk votojnë, nuk marrin pjesë. Pra, nuk vjen shprehje emri i një presidenti i cili është konsensual, sepse nuk e pranojnë një gjë të tillë. Ata duan që presidentin ta përcaktojnë vetë. Po edhe kur i thua mirë, ma thuaj emrin e presidentit që ti do ta zgjedhësh, ata nuk e thon fare. Dhe kriteret në anën tjetër, Arbër, cilat janë kriteret? Cilat janë kriteret për një president konsensual? Nuk duhet të jetë partijak, nuk... Donik, nuk e ardha as te kriteret, sepse këta nuk kanë vendosur as kritere. Pra, krejt në gulmi tyre është që Kosovën ta dërgojnë drejt zgjedhjeve parlamentare. Ne kemi thonë, ne diskutojmë emrin konsensual, i diskutojmë pra kriteret që po thuani ju, edhe të shkojmë drejt zgjedhjes së krizës, zgjedhjes së presidentës, rreth një emri ku mund pajtohemi gjithë. Pra nuk vjen shpreha jo, nuk e pranojnë këtë gjë. Besoj që do të bindemi edhe në fund rreth kësaj. Mirë po, unë prapë po them që
zgjedhjet e reja parlamentare do ta prodhonin një situatë të njëjtë ku ne do të detyroheshim si në Bullgari të shkojmë disa herë në zgjedhje parlamentare. S'di ata sa herë kanë shku. Më duket një 5-6 herë. Nëse zgaboj, mos ma merr dikush më sa jena me u bë lajm që nuk ja kam qelluar, po është cikli domethënë i rregull zgjedhor. Dhe mendoj që kjo duhet të evitohet. Ne nuk mund ta evitojmë këtë gjë vetë. Për ta evituar këtë gjë, pra zgjedhjet e reja parlamentare, ne duhet të pajtohemi që ta votojmë një president ose president. Keni po gatishmërinë e Kurtit, si kryeministër, kryetar partije të Lëvizje Vendosje, krye parlamentare zonjës Haxhiu, zëvendës kryeministrit, ministrit të jashtëm zotëri Konjufcës. Nuk prodhojnë asgjë deri tash sigurisht këto takime dhe nuk ka emra të propozuar. Na thonë, pra për cilin presidente e kanë fjalën, na sprovojnë edhe do ta shohim pra ku është problemi. Mirë, po siç duket këta kanë vendosur që të na dërgojnë drejt zgjedhjeve.